إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والند والنذير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد فلندريمت لافدريمت جثا ذريمت إتاكوين وتم الله عز وجل أتى فلندرويم فالي شبتم ذنديم وتم بريتي كركويم أتتلنا وزن الله جل جلاله نكا كش أهومب ذات تلن ألان الروغن أهومب يسنكا كش وزن أتبرفشتي جل جلاله Falenderojmë Allahun e Madh për të mirat e shumta që na i ka dhënë këtë botë. Në veçantë e falenderojmë që na ka bërë musliman, na ka bërë ummet dhe pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Paqja, mëshira dhe gjitha mirësitë e Zotit të Gjelle Gjelalu qofshin për të dashurin e tij të fundit, vullën e pejgamberëve të mëparshëm Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili erdhi mëshirë për të gjithë krijesat, në veçantë erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të nxjerrë njerëzimin nga errësira e kufrit në dritën e imanit, në dritën e islamit. Paqja dhe gjitha mirësitë e Zotit qofshin edhe për familjen e tij të pastërt, shokët e tij besnik dhe gjithë ata musliman të cilët e pasojnë sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në çastet e fundit të kësaj bote. Elus Allahun e Madh na bëj edhe neve nga ata të cilët e pasojnë sunnetin e pejgamberit alaihi salam në vazhdimsi. Gjematë nderuar, vëllezër të dashur, elhamdulillah, ja që gjysa e Ramazanit vetëm se po kalon, dhe është një mirësi dhe një begati që Allahu Gjelle Gjelaluhu na ka mundësu që ende të frimojnë në këto ditë të bekuara të Ramazanit, që ne ende të shijojmë këta ditët më të mira të vitit, ditë që janë të mbushura me mirësi të Allahut Gjelle Gjelal. Elusë Allahun e Madh që edhe pjesa e mbetur nga këto ditë të bekuara të muajit të Ramazanit, Allahu i madhruar na mësoj që na forcoj fillimisht dhe të na mësoj që t'i dalmi faqe bardhë duke e shpresuar faljen dhe mëshirën e Allahut te bareke ve teala. Xhamati nderuar, Ramazani siç kemi treguar, përveç se është muaj i devotshmërisë, përveç se është muaj i vëllazërisë, i solidaritetit, përveç se është muaj i shumë mirësive, padyshim që Ramazani është muaj që ja jep mundësinë çdo njeriu i cili e ka ngarkuar veten e tij me gjunahe. Ramazani është një mundësi e mirë që çdo kush i cili është zhyt në errësirën e kësaj botës, duke i bërë padrejtësi vetes së tij me gjunahe të shumta, ja që Allahu Gjelle Gjelaluhu na jep këtë mundësi që të kthehemi dhe atë kthimin më të madh që duhet ta bëjë çdo njeri në jetën e tij, pikërisht ta bëjnë këtë muaj, sepse na tregoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke na thënë: "Walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kull layla." Allahu i madhruar për çdo natë të Ramazanit. Kjo është special në muajin Ramazan. Për çdo natë të Ramazanit, Allahu i madhruar liron njerëz nga zjarmi i xhehenemit. Për kanë, për ata të cilët din me ngret durt drejt qiellit, për të lutur Allahut Gjelle Gjelalu, për të kërkuar falje te Allahu Gjelle Gjelalu. Për këto vëllezër të nderuar bëhet fjala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon që për çdo natë Allahu i madhruar liron robën nga zjarmi i xhehenemit. A thoval, aja ke bërë pyetje vetes kur e ke dëgjuar këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam?
A dëshiron që ti të shpëtosh nga zarmi i xhehenemit? Vëllai nderuar, ti që mendon që je zhitur në mëkate, ti që mendon që tu kanë ngushtuar jeta dhe për ti ka mbaruar gjithçka, përkujtoje këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bëhu pjesëtar për atyre robëve që Allahu xhelle xhelaluhu i liron nga zarmi i xhehenemit. A nuk tha Allahu xhelle xhelaluhu për gjithë këtë grup të njerëzve, për gjithë neve, duke e bën një thirrje të madhe. Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. O ju robët e mi, o ju që ju kam krijuar, mos e humni shpresën në mëshirën e Allahut të xhelle xhelal. Mos e humni shpresën në mëshirën e Allahut azza wa jall, sepse shpresën në mëshirën e Allahut nuk e humb besimtarit, vetëm ata të cilët nuk e besojnë Allahun azza wa jall. Sa je gjallë, sa të ka dhënë imar Allahu te bareke ve taala, po ta drejton mua dhe ti këtë thirrje, o robi im, ti që mendon që je shkatruar, ende ka kohë për ti që të kthehesh te Allahu azza wa jall, ende ka kohë që të pendohesh tek Allahu azza wa jall, dhe momenti më i volitshëm është pikërisht muaji Ramazanit. La taqnatu min rahmatillah, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, sepse Allahu xhelle xhelalu, krijuesi i gjithësisë, vallahi pa marr parasysh se çka ke bën. Allahu të falës është Ghafurur Rahim, ai është falës dhe mëshirues i madh. Vëllezër të nderuar, ky ajet kuranor nuk ju drejtohet vetëm besimtarëve, po ky ajet kuranor kanë thënë dietar, pa marr parasysh kush është dhe çka ka bën, përderisa frymon dhe ka kuptuar të vërtetën, e ka kuptuar që e ka një Zot i cili pranon pendimet e robërve të vet. Wallahi, Allahu xhelle xhelalu do ta falë dhe do ta mëshiron. Për gëzime për ti, Allahu të ka dhënë imër, mundohu që këtë Ramazan të ndryshosh. Harroje të kaluarën, pa marr parasysh çka ke bën, vendos që nga sot që ti kthehesh Allahut azza wa jall dhe të shkruhet emri i tek lista e banorëve të xhenetit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke na treguar që Allahu i madhruar jo vetë që e don pendimin e robit të vet, po Allahu gëzohet dhe nuk ka gëzim më të madh te Allahu xhelle xhelalu se sa ai momenti kur robi kërkon falje dhe kthehet tek Allahu azza wa jall. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu ashaddu farahan bi tawbati 'abdihi hina yatubu ilayh." Nuk ka gëzim më të madh për Allahun xhelle xhelalu se sa ai momenti kur robi kthehet dhe kërkon falje te Allahu azza wa jall. Pejgamberi alayhis salam për të na bërë më qartë, për të na bërë më të qartë, këtë hadith tha është si shembulli i atij njeriu i cili e ka marrë devën e vet dhe është nis në një shkretir dhe për një çast i largohet ajo devja që kishte ushqimin dhe pijen e tij, gjërat materiale për jetë, dhe thot nga lotësia në mes të shkretirës ulet në hijen e një peme i lodhur, i raskapitur, duke e pritur vdekjen. Për një çast i afrohet devja që kishte ushqimin dhe nga qefi i madh, nga gëzimi i madh, sepse njeriu kur është në gëzim është edhe vështirë që t'i rëndit fjalët. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky njeriu nga qefi i madh, nga gëzimi i madh, thot një fjalë, tha o Zot, ti je robi im e unë jam Zoti it. Akhta'a al-'abdu bi shiddati al-farh. Tha pejgamberi sallallahu nga gëzimi i madh gaboi robi në fjalorin e tij. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha Allahu gëzohet më shumë se ky person. Me çka gëzohet? Me pendimin e çdo kujt i cili kthehet tek Allahu te bareke wa taala. Vëllezër të nderuar, inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allahu ka dëshirë që ne të pendohemi dhe do pendimin e robit. Allahu don njerëz që dëshirojnë të pendohen dhe të pastrohen. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në çdo ditë, në çdo natë, Allahu xhelle xhelalu në të tretën e natës zbrit në qiellin e kësaj dunjas. Shikoni vëllezër të nderuar, edhe nëse na kemi problem jashtë Ramazanit, mos zgjun këtë kohë, elhamdulillah, tash të gjithë shtëpitë e muslimanëve janë çka? Të gjithë zgjohen nga gjumi, sepse është kohë e sefirit. Për atë dhe pejgamberi asën tha tasahharu fa inna fi as-suhuri baraka. Zgjohuni se në sefir ka bereqet. Pejgamberi alayhi salatu wasalam po thot, në një të tretën e natës Allah i mëdhëruar për çdo ditë zbret në qiellin e dunjas dhe na drejtohet neve duke na thonë, o ju rreth e mi, a ka dikush që kërkon diçka t'ja jap?
A është dikush i smund që ta shëroj ai cili lutet Allahu Azza wa Jall për smundjen e tij që Allah i madhruar ta shëron? A ka dikush që don të pendohet që unë ta fali? Këtë thirrje për neve bën vëllezër të nderuar. Dhe të gjithë elhamdulillah në Ramazan jemi zgjuar. Le ta shfrytëzojmë syfirin duke bërë tobe dhe istighfar tek Allahu Xhelel Xhelal. Mos ta kalojnë kohën në rrjetet sociale. Të mundohemi bile në syfir dhe para iftarit që janë momente që Allah i mëdhruar e pranon duan, të largohemi nga çdo gjë që na pengon, sepse janë është koha ku duat tona pranohen. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Allah i ka i ka veçu ata të cilët bëjnë istighfar në mesin e natës. A don me fal Zoti Xhelel Xhelal? A don me të shpëtu Allah i mëdhruar nga zarmi i xhenemit? Mundoho që ti lutesh Allahut Azza wa Jall. Thot Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah, tregon për një njeri të devotshëm i cili kishte dal në rrugë të atij vendi ku po jetonte dhe e shef një nan që ishte duke kacafitur me fëmijën e tij, siç ndodh në përditshmëri nana me evladin e saj. Dhe thot nana e përzen fëmijën e saj nga shtëpia dhe fëmiu del dhe ky njeriu thot nalet dhe e shef në mbrëmje, sigurisht se fëmia nuk ka ku të shkon. Kthehet tek shtëpia vet, troket në derë dhe thot nana nuk ja çeli derën më një herë. Dhe pa prit mas del nana, e hap derën dhe e shef fëmijën e saj, çka që ishte lodh dhe kishte zonë gjumin e pragun e derës. Dhe nana mërzitet shumë dhe e merr dhe e përçafon djalin e saj. Dhe thot o biri im, mos e bje punën që unë cilëm kështu në këtë mënyrë, sepse unë jam e urdhruar nga Allahu Xhelel Xhelalu si non cilë në mirë. Mos e më bje në këtë gjendje cilëm kështu. E merr dhe e përçafon. Ky njeriu thot subhanallah, sa e dhimbshme është nana për vladin e saj. Me gjithë problemet që i ka në fund e merr dhe e përçafon. Allah i madhruar është më i mëshirshëm për robin e tij kur ai kthehet tek Allahu te barekuhu teala. Allahu gëzohet me pendimin e robit e tij. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadith vërtet, inna Allaha yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musi an-nahar. Allahu e shtrin dorën gjatë natës që të pendohet me katari i ditës dhe e shtrin dorën gjatë ditës që ta fal me katarin e natës. Vëllai nderuar, ky hadith na tregon që për çdo minutë, për çdo çast Allahu Xhelel Xhelaluhu kërkon nga ne që t'i kthehemi atij Xhelel Xhelalu. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu i madhruar e pranon pendimin e robit të tij derisa nuk i ka ardhur shpirtin fit. Vëllai nderuar, është nimet i madh që ende po frimon. Është nimet i madh që ende ti po jeton. Dhe Allah i madhruar ta ka dhënë këtë mundësi. E jo t'ja mbetet që t'i kthehesh Allahut Azza wa Jall. Wallahi, deri në atë çast se e ke shpirtin në trupin tanë. Momentin që del dhe da shpirtin nga trupi it, ta di se këtu për një me ka përfunduar pendimi it. Nuk ka ma këthim këtë dunja. Nuk ka ma shansë të ditë për me ardhë, për me përmisu vetën tane. Ande vëllai nderuar, këto ajete, këto hadithe që kanë ardhur në Kur'an, gjithë janë për neve, për të më nabo me dije se sa jemi gjallë, ne jemi njerëz gabojna, por Allahu Xhelel Xhelaluhu e don robin kur bën mëkat dhe ai kërkon falje, Allahu e fal robin e tij. Sado që të jetë mëkati jot i madh, mëshira e Allahut Xhelel Xhelaluhu është shumë më e madhe përderisa ti kërkon falje dhe kthehesh tek Allahu Azza wa Jall. Andaj vëllezër të nderuar, jemi në muajin e Ramazanit, pra gjysa e pa vetëm se ka shkuar, ata të cilët nuk e kanë shfrytzuar gjysën, nuk është dëvon. Le të vazhdojnë që nga sot të e shfrytëzojnë ditët në maksimum për ta merituar mëshirën dhe faljen e Allahut Azza wa Jall. Elus Allahu subhanahu wa taala që Allahu Xhelel Xhelalu fillimisht na jep shëndet. Elus Allahu subhanahu wa taala që këto ditë të mbetura Allahu Azza wa Jall na mundsoj që të shfrytëzojmë në maksimum duke e adhuru Allahun Azza wa Jall, duke bën dua, duke kënduar Kur'an, duke bën vepra të mira të cilat shpërblimin e tyre do ta shohim atë ditë kur dalmi para Allahut Azza wa Jall. Elus Allahu subhanahu wa taala që rinin ton ta uzon, pleqëve ton t'ju jep shëndet, të vdekurit ton t'i mëshiron dhe kudo që janë musliman ju bën padrejti, Allahu t'i ndihmon. Ata të cilët bëjnë fesat dhe shkatrim tok, Allahu Azza wa Jall t'i shkatron mes vetë ya rabbel alamin. Elus Allahu subhanahu wa taala që këtë iman që ne ka dhënë Allahu të na ruaj deri në çastet e fundit dhe të ndahemi nga kjo botë me fjalën më të mirë, fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم.